Atje me ka ndërguar përsëri në një pozitë degraduese, do thotë udhëheqëse depos Doracake, ku kushtet kanë qenë shumë të rënda për të punuar. Në faktikisht 2024 kam pas problem shëndetësor me të marrë në kokë. Se na nuk kena një rregullore që ata mënu me thonë ti që ndronë shpeun të apë ty rrugën. Dy ish-punëtorë të ndërmarrjes publike Trepça në Stan Tërk pretendojnë se janë larguar padrejtësisht nga puna. Janë degraduar në pozitë e janë përballur me trajtim të padrejtë. Ata i hedhin përgjegjësinë menaxhmentit për siç thonë cenim të pozitës dhe shëndetit të tyre. Për këto akuza, ish-punonjësit janë drejtuar edhe gjykatës themelore në Mitrovic. Që nga viti 2011, unë jam punëtore e ndërmarrjes Trepça. Saktësisht kam punuar në Departamentin e Financave dhe Administratës, në Departamentin Flotacion tuneli i parë. Deri në mars të vitit 2024, atëherë kur në ndërmarrjen Trepça ka ardhur një menaxhment i ri dhe kam filluar të bën disa ndryshime në ndërmarrje. Në mars të vitit 2024, mund të them degradimi i parë ka ardhur nga drejtori i shoqërisë Sadiku, i cili në këtë muaj mi ka marrë gjitha detyrat dhe kompetencat që i kam pasur une në vendin e punës. Arsyetimi i tij ka qenë do të thotë se unë i kam kryer ato punë pa qenë detyre imja, që do të thotë kjo nuk është e vërtetë, sepse unë që nga viti 2011 kam punuar në financa dhe i kam kryer të gjitha detyrat të cilat i kam pasur sipas kontratës së punës. Muajin shtator 2024, me direktivat e shoqërisë Sadikut, unë largohem nga departamenti i flotacionit dhe dërgohem në një departament tjetër në njësinë e metalurgjia e zingut, ku ato degradohem me pozitë, po ashtu edhe rrezikohem me shëndet, sepse dërgohem në një vend ku nuk janë të plotësuara as kushtet elementare. Pasi veç kam filluar të ndjek procedurat ligjore, menaxhmenti i ndërmarrjes Trepça, Faton Ahmeti, së bashku me shoqërinë Sadikun kanë vazhduar me hakmarrje tjera, ku me kanë dërguar në një largësi në njësinë e Kishnicës, që nga qyteti ku unë jetoj është një largësi 110 km shkuar-ardhje. Pas një muaji, menaxhmenti i Trepçës merr një tjetër vendim për mua, ku më ka shkëputur do të thotë kontratën e punës, atje më ka ndërguar përsëri në një pozitë degraduese, do thotë udhëheqëse depos Doracake, ku kushtet kanë qenë shumë të rënda për të punuar, sepse çdo herë janë përballur me pesha të rënda, të cilat mund të them i kam të ndaluara që t'i prek, sepse kam disa probleme shëndetësore. Padin në gjykatë, të cilën edhe e kam fituar, e kam bërë saktësisht për transferet që kanë ndodhur brenda ndërmarrjes dhe gjykata i ka konsideruar si të palegjshme dhe ka marrur vendimin pozitiv. Unë jam i punësuar në vitin 2019, kurse në 2025 më është shkputur kontrata e punës. Me arsyetimin e tyre, domethënë preteksti ka qenë se nuk kam qenë në punë. Në faktikisht 2024 kam pas problem shëndetësor me të marrë në kokë dhe jam operuar po atë vetë në 24/6/2025 dhe pastaj kam shkuar në punë një kohë, po dikon në 16 muaj 2025 më është kthy domethënë makroadenoma, se ashtu të tjerat diagnoza më ka kthy përsëri. 8-9 muaj ashtu diçka. Jam shkuar në punë. Domethënë rregullisht jam shkuar, as mungu as kur gjë. Pas ardhes domethënë shoqërisë Sadikut, unë jam degraduar në pozitë tjetër. Edhe më kanë ul pagën, edhe më kanë degraduar. Në ambientet, domethënë në njësi të ambientit. Ku përshimi vendit punës bjen shumë kënë desh, bjen me shëndetin tim. Ata domethënë kanë ndru vendet e punës shumë punëtorëve, ndërta jam konë. Nga ana tjetër, menaxhmenti i ndërmarrjes thonë se disa punëtorë janë shkarkuar, sepse nuk e kanë vijuar punën rregullisht, e disa të tjerë janë degraduar në pozitë për shkak të performancës jo të kënaqshme. Realisht na kena pas punëtorë që këtu nuk kanë ardhur punë ashtu edhe me vite, edhe na merr konkretisht me këta persona që të pastrohet lista e pagave nga persona që nuk vijnë punë, duke mos u ulshuar në për emra të përvetshëm. Në shumicën nga ta ju kanë ndryshuar vendi punës mbi qëtë arsye, mbi performancën e ty. Asnjë qëllim tjetër.
Sa i përket problemeve që kanë, na i thojnë smundje profesionale, këtu na e kena edhe na një listë që mundohemi na mi mbrojt këta persona, po shumicën e raste edhe këta duhet neve më na kuptu se na nuk kena një rregullore që ata mënu me thonë ti që ndronë shpeun të epë ty rrugën. Ai du të me ardhë një hapësirë, një mënyrë, një formë që na me mujtë me arru vendin e punës. Problemi kur ai nuk është i kujdesshëm, në këto është e pamundshme na si kryeshef me arrujt vendin e punës atina. Nëse ai nuk vjen 8 muaj ditë për arsye shëndetësore, është e pamundshme une me lëshu një vendim që të lutë nga këto rruja vendin e punës. Kallzo.com ka kontaktuar edhe drejtorin e minjerës së Santërgut, Shushëri Sadikun, mirë po i njëjti nuk ka pranuar të flasë.